Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e u bejten libni sebili e gjerahu, e u sadakaten e kharajaha min malihi fi sihatihi wa hajatihi të lhaku ba'de l-mauti. Ose një sadaka e rjedhshme na i që i thojnë, që e kanë dzerë me dorën e vetë kur akon shnosh. Se priti musmun kur visht në fshatën e vdekjes, me mbledh dhe vladët me thonë, e jepni diçka për mu. Që e kam pyet pejgamberin Allahu, cila është sadakaja më e vlefshme te Allahu? Cila sadaka ka më shpërblim më shumë te Allahu? Ka thonë, këta jep sadakan kur dhimet më shumë dhe kur i e shnosh dhe në disponim dhe asnjë gajle dhe problem se ke. Për çka se çatere ti këshir më shumë me mbledh apo? Sadakaja është shpërblimin më të madh kur e ka? Ka thonë kur të dhimet më shumë, kur të këshir me mbledh më shumë, kur të jep çatere edhe kur i e shnosh. Mos e vono, thot, derisa të smuesh në shtratin e vdekjes, e mi mbledh pasardhësit e tu dhe mi thonë, kjo pjesë për filonin, kjo pjesë për filonin, thot, krejt ka ngel për fëmijët e tu. Pra tregohet për një plak, i cili që shtu e kishte bërë dunjoja për para, edhe thot, ka vakt për mua, e smuet derisa bindet se po vdes. E i kishte pas trajgjeme, dhe këto të trajgjemt i mbledh, i thot gjelit madh, thot, o birë, thot, shka kije me punu për mu, gjithat madh, gjithat pasurit ta kam grumbullu, shka kije me lanë për mu, për babën tanë, shka kije. Thot, o bab një gjami ka me të maru, e halal e vlad pas në pas. I thot ditit, po ti, thot, o bab, thot, një qeshme për udhëtar ka me lanë udhë. Thot, halal të kofës dhe ti, kanë që qenë prej fëmijëve halal. A këti të voglit ki ma zavrak, thot, po ti, thot bab kur gjovëlla, i koni shnosh ki pas bol, banjsh e vetë, si të prit shpi mu e ki met pa kur gjohë. Thot, qirbe, thot, sugarin e kam dash ma shumë edhe kur gjohë për mu. Thot, valla, apo do me të galzu drejt, a me të rejt, thot, jo valla drejt. Thot, kur gjohë. Thot, pas nga gabu se pas ka dash më dash ma të modhe. Edhe kiti kur i merë kuveti, fillon mu drejtu, s'po des, shnoshët, kur petherin me një katon ndarësu. E për para kanë shku në këkam. Dhe rruga ka qenë me baltë. Dhe e kanë borë me veti, si kur na batarin ato feneri. E ki zavrau ki i vogli, thot o babu në po të qoj sonte. Thot o më fenerin burë moj e vetë. E mana i fenerin, e këshirë më sërpikët, shkollë mi safir, rinë sa rinë, ku të krejnë, ki thonë, thot, baba, bërë ta moj fenerin. Edhe kitë e kam të veta, e mon, a i baba kejtë në për boqila, ku të më halë bëndë, ku të më rinë shpi. Thot, o baba, thot, ta ma mirë në tonë, kalova ki tonë. Ta jo vëlla në tonë, tha, pse, tha, fenerin në dorën tonë, e pot. Tha, si qalish fenerin gjemve, me ta maruti e gjamien, edhe sa da kanë, tha, që shtu në gjemti. Si ta lishti për mas, a kupton se ato kanë me të maru, ato kanë me të nreq, ato kanë me të dhonë sadaka, tha që shtu të gjenë. Tha që shtu, tha e ki, kupton, marohet gjamia jote edhe qeshma jote prej këti në vllaznive të mi. Para ta ki deshti mi të regu ati, se sa i e gjallë dhe sa ki, puno për vetën të onë. Tha ta mo shka milon e vladve dhe nipëve. Në vladve dhe nipëve, Allahu, një ajet në Koran, na ka të regu që ka mi dhonë, që ka milon atinve. Ka thonë Allahu suratun Nisa, wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Di pun leja nëse tutesh për pasardhësit e tu. Nipave tu, gjemve tu, nëse frigësh për to mas dekjes tone. Çka do t'i lish? Ka thonë di pun leja fëmijëve tu. Tek vallakin, tutu i Allahut ti. Mos e fitopi haramit po e halalit, e dita fol drejt mos rënë i kur. Që kjo pasunia që i pasuron pasardhësit e tu. Pasuria në dorën Allahut nuk kanë dorën tonë. Amo nëse don milon fëmijëve tu, nipave tu, pasardhësive tu, s'ka pasuri më e madhe se tek vallaki i babës. Said ibn Musaib, ka qenë dhondre e Borejrës, u ngrit të falë të namaz note, e kur e shif të gjallin e vogël të ati 5 vjeqar të flet,
u qëtë të thëke pi fali dhe një dire qatë me shpresë që Allahu Azza wa Jall të marun këtë. A dini pse? Se suratul Kehf kur e shkush e ka lexu, e ka pasë Allahu i ka që di pejgamber me drejtu një mur, se nën atë mur akon një thesar një qip me lira. I kujta qenë? I di fëmijëve jetim të vogli. Pse Allahu Azza wa Jall ja ka rujt këtë qipin? Ka thonë se babën e kanë pas njeri të mirë. Për shkak babës vetë të mirë, Allahu të runë edhe ti. Për ata këto mirësi dhe begati, rehati që i kena në antrojet tona, a mendoni se është rezultat i sakrificës tonë apo sakrificës baballarëve tonë? Këtë këto të mira na që i shijojmë, janë rezultat i sakrificës baballarëve që kanë rezistu me sistemin komunist, edhe si janë bon komunista po e kanë rujt feje. A mo ta shofmi nipat tonë që ka kanë me dollë. Kejtë gjona. Për çka këse na, kur kun iq, kejblen e kena upë. Ja kena fillu pej në emna, edhe ta shofmi Allahu a'lem që ka bonë më të një.